Skuadra e Rabotničkit gjenë ndeshjen kundër Arsimit të Çegranit, regjistroi fitoren e 4 sezonale dhe vazhdon të mbetet në pozitën e parafundit. Ndërsa nga ana tjetër Arsimi pësoi disfatën e 10 me 26 pikë, mbeti në pozitën e 8 dhe e ka vënë në pikpyetje mbijetesën në ligë. Kjo ishte ndeshja e fundit e Xhiros së 22, teksa kampionati elitar hyn në fazën finale dhe të fundit, ku nga Xhiroja e 23 starton rrethi i tretë i sezonit. Kështu që në përputhje me kalendarin është përcaktuar orari sipas sistemit Berger sloven, me 12 klube për ndeshjet nga raundi 23 deri në të 33-ën në ligën e parë të sezonit 2025-2026. Në rrethin e tretë Vardari është në pozicionin më të favorshëm dhe ndeshjen e fundit që pritet të përcaktojë se cila skuadër do të fitojë titullin kampion do të luajë me Shkëndin në Shkup. Ndeshjet tjera që tërheqin vëmendjen në rrethin e tretë janë në Xhiron e 31 ku takohen Shkëndia Struga Trimblum dhe ndeshje e Xhiros së 32 ku Struga Trimblum takohet me Vardarin. Në Xhiron e 23 që do të zhvillohet të shtunën më 14 mars me fillim në ora 14 takohen Shkëndia Arsimi, Vardari AP Brera, Struga Trimblum Makedonia Gjorçe Petrov, Sileksi Pelisteri, Bashkimi Rabotnički dhe Tikveshi Shkupi.